Njerëzimi ka pasur gjithmonë këtë, si me thënë, këtë magjepsje të çuditshme me klubet e ekskluzive. Oh, po, e vërtet, ato dhomat e mbyllura ku futen vetëm VIP-t. Saktësisht. Ato dyert të rënda që rrinë gjithmonë të mbyllura për masën. Është ajo ndjesia që nëse dikush arrin të futet brenda atij rrethi, papritur, fiton një status të paprekshëm. Por çfarë ndodh kur e vështrojmë nga afër atë që prodhohet aty brenda dhe po kuptojmë se shpeshherë gjërat më mediokre ngrihen në piedestal, thjesht sepse janë pjesë e klubit. Dhe ky është saktësisht thelbi i këtij eksplorimi të thelluar sot. Është vërtet një dinamik magjepsuese. Po, domethënë sot kemi në dorë një analizë tepër interesante. Një kritik brutale ndaj elitave letrare nga autori Berzat Sadiki. Dhe i gjithë kjo goditje, i gjithë kjo demaskimi i meritokracisë së rreme, bëhet rreth një fjale të vetme, disi të çuditshme, fjalës poetuc. Pikërisht, poetuco është një piknisje e shkëlqyer sepse tregon se sa pesh mban një fjale vetme nëse përdoret si duhet. Ne do të shohim se si ky koncept arrin të çajë iluzionin e autoriteteve të padiskutueshme, por besoj se duhet bërë një sqarim i vogël fillimisht, apo jo? Sakt, është e rëndësishme ta themi këtë. Po, burimet tona flasin për elitat dhe strukturat e pushtetit. Këto shpesh ngjallin debate politike ose ideologjike, por fokusi i këtij diskutimi mbetet tërësisht neutral. Është analitik, ne nuk po mbajmë asnjë anë, thjesht po përpiqemi të kuptojmë mekanizmat që përshkruan autori. Okej, e qartë. Atëherë, le ta zbërthejmë këtë gjë sepse citati thelbësor nga Sadiki është vërtet diçka që të tërheq vëmendjen. Ai thot fjalë për fjalë kështu. Po, ka poetuc që janë lidhur në elita dhe vetëm se e lavdërojnë njëri tjetrën në nivelet ku janë. Wow, po, ka një peshë shumë të madhe aty. Është fjali e shkurt, por ka shumë brenda. Burimet e ndajnë këtë në 3 rrafshe. I pari është rrafshi linear, do me thënë thjesht gjuha. Ajo që mbien sy mua është sintaksa e thyrë. Ai thot, po ka poetuc dhe pastaj dhe vetëm se. Po, ka pauza, ka belbëzime. Sakt, është fiks ashtu. Ndjesia është një lloj sikur, nuk e di, sikur një mikrofon mbetet ndezur gabimisht dhe kap dikë duke thënë një të vërtet të pafiltruar në prapasken. Por kjo më ngre një pyetje mjaft logjike. Të dëgjoj. A nuk e bën kjo gjuhë e fragmentuar me ndërprerje, pauza, kritikën të duket disi më pak profesionale? Duhet them, nëse sulmon elitën akademike, a nuk duhet të flasësh si ata për t'u marrë seriozisht? Kjo është një dilemë shumë e njohur, por analiza zbulon pikërisht të kundërtën. Ky jo profesionalizëm i supozuar është thelbi i asaj që burimet e quajnë autenticitet diskursiv. Prit, autenticitet diskursiv, si funksionon kjo? Do me thënë, nëse dikush sulmon një sistem artificial me një gjuhë thellësisht të kuruar dhe artificiale, thjesht po luan lojën e atij sistemi. Por, përmes simulimit të mendimit spontan, fjalët zhvishen nga çdo artifice. Kuptoj. Duket më reale. Saktësisht, nuk tingëllon si një traktat i ftohtë që është rishkruar 10 herë, tingëllon si një reagim i menjëhershëm, dhe dëgjuesi e percepton këtë si diçka thellësisht të besueshme dhe njerëzore. Është arma më e mirë për të demaskuar diçka të fabrikuar. Është strategji geniale, them drejtën. Dhe pastaj kemi vetë fjalën poetuc. Është një, si thonë, diminutiv. Fjalë zvogluese. Po, përdoret shpesh për përkëdelin në raste të tjera. Po, por këtu s'ka fije butësie. Është fjalë e rëndë. Por më lër të bëj avokatin e djallit për një moment. Pse të mos i quante thjesht shkrimtar të dobët? A nuk rrezikon autori të duket si një njeri i natësh i duke përdorur ofendime të tilla? Mund të duket ashtu në pamje të parë, jam e dakord, por zgjedhja e fjalës është një goditje thellësisht e llogaritur. Nëse ai do t'i quante të rrezikshëm apo të këqij, do t'u jepte atyre pesh. Sepse ti je i rrezikshëm kërkon fuqi, apo jo? Pikërisht, por poetuc bën krejt të kundërtën. E zhvesh kundërshtarin nga madhështia, e kthe në diçka të vogël, mediokre, pothuajse qesharake. I zbret nga piedestali i mermerit dhe i ul në një karige plastike. E bukur kjo. Po, dhe për një elitë që e mban veten për monumentale, nuk ka gjë më shkatruese se sa të reduktohet në një grupim njerëzish të vegjël që rrotullohen rreth njëri tjetrit. Kjo na çon direkt te pjesa e dytë e asaj fjalie. Ai thot, dhe vetëm se lavdërojnë njëri tjetrin në nivelet ku janë. Ajo fjala vetëm më duket si një prerje me thik.
E sakt, përjashton çdo gjë tjetër. Po mra, do me thënë nuk ka talent aty, nuk ka net pa gjumë duke kërkuar vargun e përsosur, ka vetëm lavdërim reciprok. Unë them se ti e gjeni, ti thua se unë jam gjeni dhe ndajmë çmimet. Dhe këtu bëhet vërtet interesante. Këtu kalojmë nga gjuha në atë që burimet tona e quajnë rrafshi i dytë dinamika kuantike. Prit pak. Këtu më duhet të ndalem sepse u habita fare. Kur lexova shënime dhe pash termin kuantik, çfarë po ndodh? Si ka mundësi që fizika kuantike ka lidhje me disa shkrimtarë që pinë kafe bashk? E kuptoj habin tënde. Nuk po flasim për fizik të mirëfillt këtu. Është një huazim konceptual, shumë i gjetur nga burimet tona. Shqyr, se tash mos po flasim për realitete paralele. Jo, ideja është kjo. Në fizikën kuantike, gjendja e një grimce varet nga faktin e se ajo po vëzhgohet nga një sistem matës. Pra, ndërveprimi përcakton realitetin. Okej, po të ndjek. Në të njëjtën mënyrë, në këtë model të elitave, vlera e një vepre nuk është diçka e brendshme vetë librit. Vlera prodhohet vetëm kur antarët e klubit e vëzhgojnë dhe e lavdërojnë atë. Wow! Pra një poetuc dhe vepra e tij nuk janë as të mirë as të këqij, derisa elita i vendos vulën. Saktësisht, vlera bëhet krejtësisht e varur nga sistemi i matës i vetë elitës. Kjo është e jashtëzakonshme. Pra një libër i dobët është thjesht letër me ngjyrë, derisa kryetari i juristë thotë kjo është kryevepër. Dhe bam, merr vlerë. E di çfarë më kujton kjo? Çfarë? Algoritmet e rrjeteve sociale sot. Ato dhomat e Jehonës, dikush poston diçka banale dhe merr mijëra pëlqime vetëm se i përket atij grupit mbështetës. Është një paralele shkëlqyer, por ka një ndryshim të rëndësishëm mes tyre. Cili është? Sepse në rrjetet sociale të duhet pak publik i gjerë që të biesh në sy, apo jo. Këtyre duket se nuk u intereson fare publiku. Ky është thelbi. Këto elita letrare operojnë si qarqe të mbyllura ku hyrja nga jashtë është e bllokuar. Ata kontrollojnë gjithçka shtëpitë botuese, institucionet, çmimet. Kështu krijohet një feedback loop, një lak i mbyllur që përforcon vetveten. E qartë, pra personi A i jep çmim personit B. Vitin tjetër, personi B kthehet në juri dhe i jep çmim personit A. Lavdërimi kthehet në monedhë. E the në mënyrë të përsosur, dhe pasojat e kësaj e kthejnë vlerën e tyre në diçka probabilistike dhe kontekstuale. T'ja vëm gishtin kësaj se tingëllon pak rënd. Probabilistike dhe kontekstuale do të thotë që ky poetuc është gjeni vetëm brenda kafenesë së tij. Po. Pra nëse ja jep librin e tij një lexuesi thjesht jashtë atij habitati, një lexuesi që s'njeh asnjë nga këta njerëz, vlera bie në zero. Eksaktësisht zero. Dhe kjo ka një kosto të jashtëzakonshme për shoqërinë. Inovacioni mbytet plotësisht. Nëse dikush vjen me një ide vërtet origjinale, elita e bllokon sepse e sheh si kërcënim. Kanoni letrar kthehet thjesht në një listë mish. Sa e trisht. Dhe kjo më bën të mendoj, po sikur të flasim pak për njeriu në këtë mes, për artistin. Çfarë i ndodh shpirtit të tij nëse detyrohet të luajë këtë lojë afirmimi vetëm për të mbijetuar? Këtu kalojmë në rrafshin e tretë, atë ontologjik. Këtu nuk flitet më për sociologji, por për krizën e qenjes. Kriza e qenjes. Për ta thjeshtuar për veten time, është si ai artisti i ri që ftohet në një ballo maskosh. Kushti për të hyrë aty është të mbajë një maskë që u pëlqen atyre. Fillimisht e pranon për t'u njohur. Por nëse e mban me vite, një ditë shkon në shtëpi dhe s'ja man mend më formën fytyrës së tij të vërtet. Është një metaforë briliante. Burimet tona e përshkruajnë këtë si kalimin nga qenia autentike te qenia e ndërmjetësuar. Krijimi nuk vjen më nga një nevojë brendshme, por llogaritet vetëm për të marrë miratimin e klubit. Qenia e ndërmjetësuar është e frikshme të mendosh që identiteti yt i delegohet një grupi tjetër, por a nuk duan të gjithë artistët pak vëmendje? Dua them, asnjë shkruan thjesht për sirtari? Kjo është e vërtet, ka një nuancë këtu. Sigurisht që çdo artist kërkon komunikim, por ajo që analizojmë këtu është alienimi estetik. Në rastin normal, artisti ka një të vërtet që do ta ndajë. Në rastin e poetucëve, ata nisen vetëm nga detyrimi për të prodhuar diçka çfarëdo qoftë, për të paguar qiran e pranisë së tyre në atë rrjet. Po pra, nuk krijojnë, thjesht prodhojnë për të mbajtur statusin. Dhe burimet thonë se vepra humbet kështu autonominë ontologjike. Sakt, libri nuk është më një vepër arti. Është thjesht një faturë shkëmbimi, një mjet që njëri t'i jap dekorat tjetrit. Nuk lexohet poezia, lexohet autori,
për të forcuar pushtetin. Ashtu është, dhe nëse i mbledhim të treja rrafshet, fjalën ironike nga i linear, lakun e vlerës nga i kuantik dhe vdekjen e origjinalitetit nga i ontologjik, ky koncept poetues kthehet në një instrument demistifikues spektakolar, mbron drejt për drejt meritokracinë e vërtet. Dhe këtu dua ta lidh me një pikë që mendoj se i prek të gjithë njerëzit, sepse dikush mund të thotë ç'më duhen mua prapaskenat e shkrimtarëve. Sigurisht, është pyetje me vend. Pse duhet na interesoj? Sepse ky model, ky rrjet mbyllur i poetuzve nuk ndodh vetëm në letërsi. Çdo kush që ka punuar në një korporat të madhe e di këtë. Ato departamentet ku shefat lavdrojnë njëri tjetrin çdo fungvit për arritje që si kupton askush. Po, ose në botën akademike, ku studiuesit citojnë miqtë e tyre, thjesht për të rritur statistikat, pa i shtuar asnjë vlerë shkencës. Pikërisht, krijojnë një mikrobot ku shpërblehet mediokriteti sepse s'ka kush të thotë që mbreti është lakuriç. Është një manual i vërtet mbi jetese për mendimin kritik ky. Në këtë epokë të mbingarkuar me informacion, kjo shtron një pyetje të rëndësishme. Sa nga autoritetet që pranohen çdo ditë verbërisht kanë vërtet merit? Dhe sa prej tyre janë thjesht rezultati këtyre dhomave të jehunës? E the mirë, njohja e këtij mekanizmi ndihmon të filtrosh autoritetet e rrema, të shohësh përtej çmimeve dhe ndjekësve për të kërkuar substancën e vërtet. Është e jashtëzakonshme. Nisëm nga një fjalë natshiesi poetuc dhe përfunduam me një radiografi të plot të anatomisë së pushtetit, pam se si shtypet meritokracia sapo ngrihen muret e klubit ekskluziv. Megjithatë, nëse e shohim këtë tablo nga një kënd tjetër, dua të lëni mendim pak provokues për vetë natyrën e genialitetit. Të dëgjoj, më pëlqen idetë provokuese. Nëse këto elita të mbyllura sistematikisht asgjësojnë inovacionin dhe mbrojnë vetëm mediokritetin, atëherë mund të ndodhë që gjeniu i vërtet, ai që thyen rregullat dhe ndryshon historinë, të lindë vetëm nga radhët e atyre që janë përjashtuar pa mëshirë nga ky sistem. Wow, pra përjashtimi nuk është tragjedi. Ndoshta përjashtimi nga dhoma VIP e elitës është i vetmi kusht që i siguron atij individi lirinë e plot për të arritur madhështinë autentike, atë liri që elita brenda dhomës e ka shitur me kohë. Çfarë ide e bukur për tu menduar gjatë. Ideja që një derë e mbyllur në fytyrë mund të jetë pikërisht shkëndija për të gjetur zërin tënd unik. E kthen gjithë hierarkinë e suksesit kokë poshtë. Është një ftesë e hapur për të vënë në dyshim çdo piedestal dhe çdo kuror që shohim përreth. Herën tjetër kur të dëgjohet për një autoritet të madh, ndoshta duhet treguar pak kujdes dhe pyetur, a është ky genialitet apo thjesht një klub tjetër që po duar troket veten? Besoj se ky eksplorim ka ndezur disa drita të reja për ta parë botën me një thjerrës tjetër. Deri në udhëtimin e radhës në thellësitë ideve që formosojnë shoqërinë, mbajnë mendin kurioze dhe gjithmonë ndyshuese.